Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Po fillojmë emisionin Fjala dhe Faktet në kuadër të Hisari Online. Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me emisionin Fjala dhe Faktet në kuadër të Hisari Online. Si zakonisht ne kemi mysafir të përzgjedhur dhe kësaj radhe e kemi ftuar nën kryetaren e komunës së Suarekës, zonjën Arta Gashi. Zonja Arta, faleminderit që ke gjetë kohën për të ardhur në emisionin tonë dhe mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën, e mirë se u gjeta. Po fillojmë kështu pak ma si thuash një fjalë në gazetari përdoret shpreha ma limonat. Po përdoremi kështu këtë shprehje për ta relaksu pak bisedën tonë. Kur fillut me marrë me politikë? Çfarë ju shtyri? Cilat ishin ato motivet e juja? Sa për sqarim tuajin, unë jam sociologe me profesion edhe normalisht politika është një pjesë asaj që ne mësojmë edhe në studime. Kam fillu me u marrë vonë aktivisht me politikë, kam pas oferta edhe ma herët, po për arsye të punëve të tjera nuk i kam pranu. Kështu që angazhimi politik ka qenë në verën e vitit që shkoj me pranimin për të hyrë si pjesë e listës së AK-s për Asamblenë Komunale. Kështu që në gushtin e vitit kaluar kam vendosur me u marrë pjesë aktivisht. Me që ju keni fillu të merrni me vonesë, sigurisht keni pas edhe obligime familjare, keni fëmijë, keni domethënë në preokupim rritjen e tyre dhe mbase kjo ka qenë edhe një prej faktorëve që keni nisë karrierën politike vonë. A është e vështirë për një nanë, për një grua që të ketë pozicione institucionale për të udhëhequr dhe njëkohësisht të merret me aktivitete politike? Të qenit grua, të qenit nanë, në çdo profesion është më e vështirë se për burrat. Jo për të thënë atë klishen që për gratë është më e vështirë, por realiteti tregon që është më e vështirë, se përveç ngritjes në karrierë që ti duhet bësh si burrat, ke vështirësitë e tjera të prindërimit, të qenit grua, të qenit në shtëpi, të qenit të gjitha obligimet e tjera që e kapni grua që janë natyrore dhe role shoqërore të ndome dhe në një mënyrë si të paracaktuara. Duke jetu çdo ditë në Kosovë, duke jetu çdo ditë në Suarek, ne shohim edhe përballemi sfidat të cilat na përkasin të gjithëve. Edhe nganjëherë ato sfida kur je jashtë, këto e kisha rregullu, këto e kisha ndru, këto e kisha bë me pas mundësi. Nganjëherë janë ata faktorë që të nxisin edhe kur të vjen një ofertë dhe një mundësi, ti angazhohesh politikisht. Kjo nuk ndodh vetëm me mua, besoj që ka ndodhur edhe me njerëz të tjerë gjithashtu. Sa vazhdojnë gruaja shqiptare që merret me aktivitetet politike dhe me udhëheqjen institucionale me paragjykime gjinore? A ka diçka të tillë në përvojën tuaj apo? Paragjykimet dhe stereotipat gjinor mbi gruan në politikë, por edhe në fusha të tjera janë të pranishme. Janë definitivisht të pranishme, por ne jemi këtu për të studje, për të sfidu, mos me unal pjesë e paragjykimeve, prandaj ne jemi këtu për t'i thyer ato paragjykime dhe për t'i ndru. Nuk kam pas kështu paragjykime personale, nuk kam pas pengesa prej dikuj, përkundrazi kam pas përkrahjen e familjes, bashkëshortit, të fëmijëve, të prindërve, të gjithëve, kur kam vendos me marrë këtë hap, se përndryshe nëse ishim ndarë si pjesë e paragjykimeve, ne nuk mundojmë me ecë asnjë hap tutje. Por jo, nuk kam pas raste personale të paragjykimit të cilim ka bo me unalë dhe me u mendu, përkundrazi kam pas përkrahje. Ju e thatë më pas jeni edhe me profesion sociologe. Cili është ai faktori që do duhet të jetë në nivelin e duhur për të avancuar pozicionin e femrës shqiptare në përgjithësi, në veçanti për ato të cilat marrin përgjegjësi, sikur ju që keni marrë përgjegjësi, e kam fjalën, duhet të emancipohet burri, mashkulli, apo duhet luftuar vetë femrat? E para fillon me shkollimin. Na kemi shkollimin fillor obligativ. Shkollimin e mesëm nuk e kemi obligativ. Fatkeqësisht edhe sot ka vajza që nuk shkojnë shkollë të mesme. Këtu fillon problemi i parë. Kur emancipohet edhe kur ngritet lart arsimimi dhe niveli i arsimimit në Kosovë, studimet e pastaj studimet postdiplomike e tjerë, rruga për të marrë me një profesion të caktuar edhe me politikën si profesion do të jetë më e lehtë. Shpesh herë fatkeqësisht sfidat, pengesat i detyrojnë njerëzit me unal dhe me u tërheq.
por na jemi këtu për t'u sfidu dhe për t'i shty ato përpara. Kështu që nuk ka të bëj vetëm me emancipimin e burrit, ka të bëj me emancipimin e të gjithëve, e të gjithë shoqërisë. Sepse emancipimi i të gjithëve na çon përpara të gjithëve, qoftë burrin, qoftë gruan. Kur bëjmë një krahasim me të kaluarën, për shembull, ne jemi dëshmitar që sot është një ndryshim radikal për sa i përket pozitës së gruas në përgjithësi këtu tek ne. Por megjithatë, këto stereotipet nuk po na mungojnë, mandej jemi edhe dëshmitar të një qasje destruktive edhe brenda parlamentit. Si do të gjykoni ju këto? Ajo është përkeqardhje, është e turpshme. Stereotipat e tillë kudo edhe shprehjet e tilla ndaj gruas vërtet janë të turpshme. Na nuk jemi shoqëni aq e prapambetur sa me pas shprehje të tilla, e mbi të gjitha në institucionin më të lartë të shtetit, aty ku bëjnë ligjet për me na mbrojtë të gjithë neve, me pas shprehje të tilla dhe me pas diskriminim brenda deputetëve, ajo është vërtet e turpshme dhe e papranueshme. Nëse i kthehemi historikisht, edhe kanunin kur e kena pas një tërsi normash shoqërore, të cilat edhe kur s'kemi pas institucione ligjore, institucione gjykatave e tjerë, gruaja ka qenë mjaftueshëm e respektuar në kanun. Fatkeqësisht na shpeshherë kanuni përmendet në kontekstin negativ për shembull veç të fenomenit të gjakmarrjes, përndryshe gruaja ka gëzuar një mbrojtje dhe një respekt të jashtëzakonshëm kanun. E prej atëherë deri sot kur na kemi mri me ndërtu institucione, ligje, shtete, me arsimu e tjerë dhe me pas shprehje të tilla në institucione është vërtet e turpshme, është degraduese dhe e papranueshme. Sa vetë femra në politikë, mendimin yt personal, është luftarakë në tejkalimin e këtyre çështjeve. A është e mjaftueshme të jetë aty si shprehet dikush me paragjykime si dekor, apo duhet të luftohet me një bindje dhe konsekuencë të pandalshme për të ecë përpara në drejtim të duhur? Mendoj që gratë janë luftarake, jo natyrë luftarake. Ato përballen me sfida që nga veçlia, nuk është që përballen veç kur rriten, arsimohen dhe hyjnë në politikë. Gratë në politikë luftojmë jo për të drejtat e tyre, por luftojmë për një barazi të përgjithshme në shoqëri, se ato kanë mujt me arrit personalisht për veti. Po luftojnë që kjo barazi me u përhap në të gjitha nivelet e shoqërisë dhe në të gjitha gratë. Nuk janë dekore. Unë nuk i shoh gratë në politikë si dekore. Përkundrazi, janë 50% e popullsisë dhe janë pjesë e rëndësishme e vendimarrjes në shoqëri, si në institucione, si në shoqërinë përgjithësi. Është mjaftueshme censusi për 30% për pjesëmarrjen e grave në institucione, përkatësisht në parlament, që e ka vendosur fillimisht koha kur ka qeverisur Miku këtu? Kvota prej 30%-sh, mendoj që ka qenë një kvotë e cila ka dashur me nxit pjesëmarrjen e grave në periudhën e pas luftës, në periudhën e shtetëndërtimit, që nuk ka qenë periudhë e lehtë për një shtet të vogël si na, edhe për një mentalitet të tillë. Por na jemi dëshmitar që kvotën prej 30%-shve gratë e kalojnë në çdo palë zgjedhje, si në zgjedhje komunale, si në zgjedhje parlamentare, na kemi gra që marrin numër të votave dhe shumë më të madh se burrat, kemi gra shumë të votume, të cilat absolutisht nuk janë pjesë e kvotës. Kjo dëshmon që ato janë të fuqishme në politikë dhe vendimarrëse të denja. Të kthehemi pak aktualitetit, ju keni pozitën e nënkryetares komunës së Suarekës dhe keni marrë tash pozitën pas zgjedhjeve të fundit lokale. Si po gjendesh në këtë aspekt, kur bëhet fjalë për përshtatje me punën dhe me përgjegjësitë që keni? Unë kam marrë pozitën e nënkryetares të komunës tani pas zgjedhjeve të fundit. Ka marrë një pozitë pas një zonje të nderuara, zonjës Mirije Suka, e cila ka bërë një punë të jashtëzakonshme për 8 vite me radhë. Jam e nderuar me vazhdu punën e saj, edhe me pas mundësi që standardin që ajo ka lënë unë me e vazhdu, e pse jo nëse mundem edhe me ngrit tutje. Pozita nënkryetares është një pozitë me peshë, me rëndësi. Normalisht është një punë që nuk e kam bërë më herë dhe nuk shkollohesh për ta bërë. Është një post ekzekutiv në të cilin ti do të mësosh duke mësu, por përkraja kryetarit është e madhe. Drejtorat, kemi një bashkëpunim të madh me drejtorat të cilët janë në ekzekutiv, edhe normalisht që stafi janë aty për të na ndihmuar për pjesën e operacioneve të përditshme që bëjmë.
Kështu që nuk po hasi në vështirësi, përkundrazi po hasi në përkraje, por normalisht jam duke mësu gjëra të reja. Pa dashur me hyrë në çështjet e politizuese, siç thuhet shpesh herë në media, është e pranishme kjo se partitë politike nuk po lirohen ende prej asaj metodës vjetër të punës që nënkupton përzgjedhja e pozitave të caktuara militantëve e tjera. Sa është e pranishme kjo në komunën e Suarekës apo është ma konsekuente në qëndrimin e meritokracisë? Unë e konsideroj që kjo nuk është e pranishme ashtu në komunën e Suarekës, edhe duke qenë grua, kur është zgjedh zonja Mirie Suka nënkryetare, ka qenë nënkryetaria e parë në krejt Kosovën grua. Kur edhe komuna më të mëdha dhe qytete më të mëdha nuk kanë pas gra në pozita të tilla, Suareka e ka zgjedh një grua. Edhe pas zonjës Mirie, kryetari ka vazhduar dhe ka dashur që pozita e nënkryetares gjithashtu me udhëheq nga një grua. Nuk është çështje e militantizmit, është çështje e ofertave kur bëhen edhe në bazë të meritokracisë. Unë nuk e shoh këtë vetëm tek vetja, e shoh edhe te persona të tjerë që kryetari ju ka ofruar mundësinë, kështu që vërtet ka të bëjë me njerëz meritor, të cilët normalisht janë pjesë e partisë, por nuk janë aty veç pse janë militant politik, po janë sepse kanë merituar të jenë në pozitat e tyre. Nuk është çështja vetëm tek pozicionet, sepse pozicionet për brenda komunës dhe ekipi që e bën e ka formu kryetari, ajo është ekip që normalisht ai do duhet i kishte edhe prej partisë vetë politike. Ma tepër ajo është një ekip politik. Mirë po fjalën e kam për institucionën, për shembull, në për drejtoritë të ndryshme të shkollave, të institucioneve tjera, qofshin ato shëndetësore, sa është e pranishme pikërisht ky fenomeni i partijakëve në për këto pozicione. Ky është një fenomen të cilin përgjithsisht njerëzit e flasin në krejt Kosovën, por nuk është gjithmonë ajo që flitet. Për shembull, ke vështirësi ndoshta me e gjetë një drejtor të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, sepse ligji për shembull e kërkon që ai me qenë specialist i mjekësisë, ndërkohë që ofertë ju bëhet shumë doktorëve, pa ata nuk dojnë me e pranu. Pra nuk ka të bëjë me militantizmin politik, ka të bëjë me personat e duhur në vendin e duhur. Kështu që nuk është kjo gjithmonë e shprehur. Ne njohim plot drejtor shkollash e tjerë që nuk janë absolutisht të partisë fituese në Suarek, edhe të gjithë ata që kanë me më dëgju e din këtë që po them që është e vërtetë, normalisht këto pozita janë dhënë në bazë të meritës. Ata mund të jenë edhe pjesë e partisë, nuk është kur gjë e keqe, po mund të jenë edhe pjesë e partive tjera ose apartijak në përgjithësi. Kështu që nuk ka të bëjë që pozitat janë dhënë në bazë të asaj. Dhe cili është bashkëpunimi i juaj me subjekte tjera politike në Suarek? A ka momente të mirëkuptimit mes veti, apo vazhdon të jetë një lloj politizimi skajshëm dhe pikërisht ky politizim po manifestohet edhe në nivelet qendrore? Sa është i pranishëm ky polemizim në komunën tonë? Thënë të drejtën, Suareka ka një kulturë të lartë politike. Realisht për ta lavdruar, jo pse jemi këtu për ta thënë, po duke e krahasuar edhe në takime që bojmë edhe me struktura të qyteteve tjera, me nënkryetar, asamblesë, drejtor të qyteteve tjera, disa nga temat që ata i thonë që ndodhin në qytetet e tyre, në Suarek nuk ndodhin. Sigurisht, zgjedhjet fitohen dhe secili vazhdon në programin e vet, ata që kanë fituar. Ne kemi një koalicion me Partinë Demokratike në kuvendin e komunës, në asamblenë komunale, por kemi respekt të jashtëzakonshëm për partitë opozitare që nuk kanë fituar. Ne jemi aty, ata janë aty për të kryer punën e vet dhe ne jemi këtu për të kryer punën tonë, por nuk ka një polarizim. Të gjitha debatet, diskutimet, kritikat, këshillat, të gjitha janë në kuadër të punës, por nuk janë diçka personale që neve na ndajnë dhe na polarizojnë shoqërinë. Përkundrazi tregohet respekt i jashtëzakonshëm prej secilit për secilin. Normalisht diçka ideale nuk mund të ketë askund, prandaj nuk është as në Suarek në kuptimin e gjendjes së përgjithshme të infrastrukturës dhe problematikave me të cilat me ballafaqohen qytetarët. Por një problematikë është shfaq kohët e fundit, ai ka të bëjë me mbledhjen e mbeturinave.
Ju në ansamblen komunale të Suarekës, megjithatë nuk keni arrit të keni një konsenzus do ta quaja me parti tjera politike për ngritjen e çmimit, sepse vërtet çmimi prej 4 € sa është në komunën tonë është një çmim simbolik. Çfarë po ndodh? A ka këtu inatësh politike apo Fatkeqësisht, tema e grumbullimit të mbeturinave nuk do të me qenë temë politike. Ajo është temë që na prek të gjithëve. Ajo është temë e përditshme. Secili prej nesh nuk kemi ku me I hedhë mbeturinat. Nëse llogarisim të gjitha çmimet e tjera që na rriten pa na pyet askush, është fati ose fatkeqësia, si doni llogariteni, që për çështjen e mbeturinave, duke qenë një kompani regionale, ne detyrohemi me marrë vendimet e tilla në asambli. Sikur mos ishte ky pozicion, kompania do të kishte ngritë çmimet si të gjitha çmimet tjera që rriten edhe nuk na kishte pyet askush. Çmimi prej 4,5 € është një çmim që Suareka e ka mbi 10 vite. Ndërkohë që komunat e tjera të regionit e kanë pas më të lartë se ne. Është kërkuar edhe para 3-4 vitesh me u rrit çmimi, po kjo nuk ka kalu. Mandej është ndërtuar një rregullore e re, e cila do të rregullojë edhe sistemin e përgjithshëm të mbeturinave, jo vetëm çmimin, nuk është vetëm çmimi pjesë e rregullores. Është edhe sistemi i grumbullimit, ndarja e fshatrave në zona, largësia e tyre, bizneset, kategorizimi I bizneseve e tjerë, sepse nuk është si një biznes që për shembull mund të jetë një supermarket që bën shumë mbeturina, si një mikrofinancë e vogël që ka më pak mbeturina. Domethënë edhe kjo do të ndahet edhe rregullohet me këtë rregullore. Në mbledhjen e fundit të asamblesë, rregulloria ka kalu, por ka kalu vetëm me çmimin prej 6 €, I cili normalisht me rritjen e çmimeve të naftës, rritjen e çmimeve për deponitë që kompania paguan, nuk mjafton, andaj ne do të kemi tash në diskutim edhe në diskutim publik me datën 8 maj, andaj uftoj të gjithëve në konsultim publik me datën 8 maj në sallën e vjetër të asamblesë të parku, ku do të kemi një konsultim publik vetëm për pjesën e rritjes së çmimit për banorët në Suarek. Rregulloria normalisht aty ndan edhe familjet pastaj, familjet që janë në diasporë, familjet që janë me 1 dhe 2 anëtar dhe familjet që janë me më shumë se 2 anëtar, do të ketë edhe kategorizim të çmimit edhe për këtë arsye. Andaj konsultimi publik është I mirë për të gjithë, pjesëmarrja e qytetarëve është e mirë për të gjithë, sa ajo na sjell edhe mundësi të reja, edhe ide të reja, edhe përmirësime aty ku kemi gabu. Nuk ka të pagabueshëm, është normale, nëse kemi gabu në rregullore. Zonja Nënkryetare, ju jeni pushteti lokal dhe pushteti lokal merret ekskluzivisht me mirëqenien e qytetarëve brenda për brenda komunës, lagjes, fshatit apo qytetit në përgjithësi. Dhe një prej këtyre problemeve pra ishte edhe kjo që folëm pak më parë. Por njerëzit shpeshherë në biseda sipër kanë disa vërejtje lidhur me mos respektimin sipas tyre të planeve urbanistike brenda qytetit të Suarekës. A ka diçka këtu në këtë drejtim keqpërdorime apo thjesht njerëz marrin një leje, sepse me sa di unë ju koordinoj kur është fjala për lejen edhe me Ministrinë përkatëse të ambientit, sepse plani urbanistik parasheh edhe planin e përgjithshëm që duhet më kohë kompatibil me ato të cilat I ka Ministria si kompetencë. Sa I përket kësaj, Suareka ka kriju një hartë zonale, të cilën e kanë pasur edhe në konsultim publik, e cila është miratu, edhe normalisht që në bazë të asaj harte zonale do të respektohet edhe lejet për ndërtimet. Nëse në një hartë zonale shihet dikon objekti me qenë 6 kat, ajo nuk është për momentin 10 kat, është 6 kat, sepse ashtu është para pa. Drejtoria e urbanizmit ka bërë një punë të jashtëzakonshme, ka digitalizuar edhe proceset, edhe kërkimet për leje. Normalisht ata respektojnë edhe pjesën e legjislacionit të lejeve që duhet në ministri, për pjesën e ambientit edhe për pjesët ku preken, por tash çka flasin njerëzit, normalisht njerëzit do të flasin, po sa I përket pjesës së ligjshmërisë, në pjesën e urbanizmit, drejtoria e urbanizmit ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe vazhdon të bëjë. Po dalemi pak tek problemi I konsultimit me qytetarin, sa ju jeni në trend me qytetarin, për shembull, për këto problematika për cilat, se derisa flasin njerëzit dikush mund të flet me pavërteta, dikush mund të flet me gjysmë të vërteta, dikush flet me të vërteta, por sa është I pranishëm komunikimi I institucioneve me qytetarin në përgjithësi në funksion të mirëqenies të tij.
Kjo është një pikë që më prek, sepse para se me qenë në kryetare, kom punu edhe në një projekt të USAID-it i cili ka pas pikrisht kontratën sociale dhe bashkëpunimin zyrtar dhe qytetar. Unë kom qenë koordinatore për pjesën e qytetarëve dhe pikrisht që kjo është sfida, me i mbledh qytetarët në konsultime publike. Për shembull, sot komuna sipas ligjit normalisht e publikon një konsultim publik, një dëgjim publik në të gjitha lokacionet. Për shembull, në muajin maj na kemi me fillu kornizën afatmesme bugjetore që shkojmë në për të gjithë fshatrat dhe në qytet. Njoftimi për dëgjimin publik del 2 javë më herët sipas ligjit dhe fatkeqësisht kur shkon në dëgjim publik i ki 5 qytetar, 7 qytetar, 10, 12 qytetar. Është përkeqardhje me u marrë dëgjimi publik në park të qytetit Suarek edhe me qenë 20 qytetar. Në një qytet të madh, ku ka shumë banorë, të cilët duhen me ardhur për interesat e tyre. Tash, a e kryen komuna obligimin e vet ligjor? Komuna e kryen obligimin e vet ligjor. A ka mungesë të interesimit qytetarëve për pjesëmarrje në dëgjime dhe konsultime publike? Definitivisht ka mungesë. Pse ndodh kjo? Ndodh për shumë arsye. Faktor social, që gratë për shumë nuk vinë se hajtë se shkon burri. Shpeshherë kohën që nuk e kemi pa njoftimin. Tash njoftimi del publik, normalisht që ftesa nuk mundet me në ardhë në për shtëpia për një konsultim publik. Publikohet në Facebook të komunës, publikohet në web faqe të komunës dhe ne si qytetarë aktiv, kur dojmë marrë pjesë për të mirën tonë të përgjithshme, ne duhemi me qenë të interesuar për t'i parë ato. Në fund të fundit, secili prej nesh jemi me telefona në dorë çdo ditë dhe aty publikohen ato. Por fatkeqësisht ka pjesëmarrje të ulët. Personalisht besoj, dëshiroj që numri i pjesëmarrësve në dëgjime publike të jetë më i madh, sepse çdo konsultim publik sjell rezultate në punë. Çdo këshill, çdo kritik, çdo kërkesë e qytetarit regjistrohet, shkruhet, normalisht mbahet proces verbal dhe vazhdohet tutje. Kjo sjell mandej edhe një vendimarrje më të mirë, sepse qytetarët janë pjesë aktive mandej e vendimarrjes së vendimeve të komunës. Problemet e përgjithshme për sa i përket komunale, do t'i quaja kështu, janë evidente, dikun më shumë e dikun më pak. Sa kjo shtrirje e kujdesit ndaj qytetarëve është bërë edhe në për fshatra, për arsye se ka fshatra të cilat ju mungon edhe më tutje kanalizimi, ju mungon edhe më tutje ujësjellsi. E kuptoj se ju jeni tash vetëm sa keni marrë këtë detyrë, po me siguri je informuar për brenda institucioneve ku punoni. Sigurisht që shtrirja është bërë e buxhetit edhe në viteve paraprake dhe pa qenë unë pjesë e komunës, shtrirje të buxhetit ka pas në për fshatra dhe në qytet. Normalisht buxheti ndahet për numër të banorëve të fshatrave. Nuk mundet me pas buxhet si një fshat më i vogël me më pak banorë, si një fshat më i madh që ka më shumë banorë. Kjo është çashtu funksionon me ligj, nuk e ndajmë na pse duam ose nuk duam. A ka fshatra që kanë ende probleme kanalizime me ujë të pishëm? Po ka fshatra që kanë probleme ende, ka edhe në qytet zona që kanë probleme ujë të pishëm. Siç e dini, kanalizimi dhe uji janë pjesë e një kompanie publike që është Hidroregioni Jugor. Hidroregioni, kur ne paguajmë ujin e pishëm, paguajmë edhe tarifën për kanalizim. Ata janë të obliguar me i bë investimet dhe mirëmbajtjen e tyre. Komuna çdo vit ka ndihmu Hidroregionin me zona të caktuara për të vendosur gypa të kanalizimit, për të përmirësuar rrjetet e vjetra etj, por jo gjithmonë mrrin dhe është e pamjaftueshme. Edhe në shtete shumë të zhvilluara nuk mrrin me u kry krejt punët për një herë, por ne jemi prapë në vazhdimsi edhe këtë vit, edhe çdo vit kemi pjesë të ndara të buxhetit që shkon për sanime dhe për ndërtime të kanalizimeve aty ku është më së nevojshme. Domethënë në të gjitha fshatrat pa dallim. Një pyetje konkrete kështu, pse ende qendra e mjekësisë familjare në Suarek s'ka drejtor për vetëm ushtrues? Pikrisht për atë që e thash pak më herët. Ka pas oferta për persona që janë, sepse ligji e kërkon me qenë specialist i një fushë të mjekësisë. Ka pas oferta për disa prej tyre, po ata nuk kanë pranu me u bë. Kështu që ne jemi duke pa modalitetet më të mundshme për me gjetë një person që don me pranu këtë detyrë, edhe me vazhdu, prandaj është për momentin me ushtrues detyre. Deri ku kanë rri proceset që ka të bëjnë me ngritjen e stadiumit të ri të qytetit Suarekës? Stadiumi i qytetit është një investim që bëhet prej qeverisë të Kosovës, normalisht është një investim i madh. Punët janë duke u kry, punët janë duke vazhdu në teren, nuk e di sakt
për momentin deri ku kanë mri, po ka pas domethënë duke u heq dheu, duke u hap dhe duke vazhdu procese tutje, ka qenë punë aktive që është duke u bërë. Çfarë do të banë Komuna Suarekës për ta eliminu në një formë apo tjetër, sidomos pe ofroh Mistinës së Verës, që lumi që kalon përmes qytetit kudërvon të mërshëm në ditët më të ngrohta të korrikut e gushtit. A ka ndonjë plan? Komuna Suarekës çdo vit pastron lumenjt. Normalisht kur ka sasi më të pak të reshurave, ka sasi më pak të ujit, fatkeqësisht një pjesë e njerëzve vazhdojnë her pas here me hedhën mbeturina në lum. Drejtoria e inspeksionit është një drejtori aktive e cila vazhdimisht ndjek shkelësit e kësaj pjese të cilat hedhin mbeturina në lum dhe normalisht ata marrin dënimin e merituar. Përveç kësaj, kryetari ka arrit një marrëveshje me pjesën e KFOR-it, të cilët do të ndihmojnë si donacion, do të jetë një donacion i tyre, do të ndihmojnë në pastrimin e shtratit të lumit dhe në zgjerimin e shtratit të lumit nga Suareka deri në Mamush, aty ku normalisht është pjesë pronë komunale. Kështu që kjo do të fillojë shumë shpejt, është një donacion prej KFOR-it, të cilën kemi arrit me bo marrëveshje kryetari me KFOR-in. Kjo është një lajm i mirë padyshim. Zonjën kryetare, ju pak më parë përmend zonjën Mihrie Suka. Me sa kam informacione duke u lumtuar para se të vini ju këtu, kam kuptuar një gjë shumë interesante, se pikërisht humanisti i madh Recep Kuçi, që kishte funksionin e nënkryetarit, ai ban pranim dorëzimin e detyrës kur fiton Aleanca. Ju jeni mbesa e Recep Kuçit. Dhe po Mihrie Suka ban pranim dorëzimin prapë mesës e Recep Kuçit. Si u ndjeve kur e gjet atë letrën e Regjës aty në Sirtar? Është rastësi. Normalisht nuk është diçka që ndodh shpesh. Daj Recep i ndjerë ka qenë nënkryetari i komunës në kohën kur ka qenë kryetar Dr. Sali Aslanaj. Kur ka fitu në zgjedhjet e vitit 2017 Aleanca, Daj Recep ka dorëzu detyrën e nënkryetarit komunës te zonja nderuame Mihrie Suka. Dhe pas 8 vitesh, rastësia sjell që zonja Mihrie të jetë një sihariq i mirë dhe ta dorëzoj detyrën tek unë, që në këtë rast jam mbesa e Recep Kuçit. Ky nuk ndodh, nuk është rast i shpesht, është emocionale. Një ditë prej ditësh, duke rregullu disa prej gjanave në dollap, gjeta disa libra edhe një letër kur Daj Recep ka qenë nënkryetar në ndonjë prej takimeve që ka pas, një letër e emrit që vendoset përpara në takim. Është emocionale, normalisht ai vdiq në një periudhë kur është dashur me vrime e shiu jetën, fatkeqësisht prej Covidit humbën shumë jetë, një prej tyre dhe ai. Unë jam krenare që jam mbesa e tij, edhe uroj të mund të vazhdoj rrugën e mirë që ata para meje kanë trasu. Daj Recep dhe zonja Mihrie, uroj unë të mund të jem në nivelin e detyrës së tyre. Kështu që është definitivisht emocionale, është diçka që shpesh herë më prek, edhe kur vinë qytetarë në zyrë, edhe normalisht tash duke qenë fytyrë e re aty, edhe më pyesin e kujt je, qysh je, kur përgjigjna jam vajza e Rahimit, mesa e Recepit, me njëherë ma kthejnë, okay, e paske rodin e mirë, nuk i ka medalë bac. Që kjo është përgjigja që merr prej tër vjetërve që ka njoft. Ai ka qenë një humanist i jashtëzakonshëm, një njeri që nuk e di që në Suarek dikush ka mujt me fol një fjalë të keqe për ta, një person që është zgjuar ndoshta edhe në 2 natës me shku me ndihmu dikon, pa pagesë, pa kur gjë. Një person i cili tregon që edhe në varrimin e tij, edhe pse ka qenë pandemi, prania e njerëzve ka qenë e jashtëzakonshme. Edhe në librin që ju keni shkruar për të, në promovimin e librit, ka pas një pjesëmarrje të jashtëzakonshme që nuk e sheh në promovime të shumë librave në Suarek. Kjo tregon për personalitetin e tij dhe për veprat që ai ka lënë. Lumi ai për vete e të lumt ne që kemi me kë me u krenu. E bëra këtë pyetje për faktin se emri i tij sot sa herë që përmendet me emocion tek njerëzit, sepse mos harrojmë, është një kategoria më e ndjeshme shoqërisë tonë, e cila ka gjetë ngrohtësinë pikërisht te puna e dajes juaj, Recep Kuçit,
e ata nëse zgaboj janë dikun afër 600, që nuk po mund ta përdori një shprehje, se po m'duket pak jo adekuate, njerëz që kanë nevoja të veçanta. Dhe a mban mend diçka nga puna e tij pikërisht në Hendikos, dhe kur është fjala për Hendikosin në Suarek, sa ke ndjenja dhe emocione që ti pikërisht themeluesi daja jot ta ndihmon ose të kesh një përqapje më të fuqishme brenda institucioneve për ta ndihmu këtë institucion të rëndësishëm. Unë mbaj mend shumë nga puna e Dajs Recep. Mbaj mend edhe kur ata kanë kriju shoqatën Nën Tereza në Suarek. Në një kohë kur kanë shku, jam të folë në periudhën e paraluftës, kur ka qenë e vështirë qasja, kur ka pas mungesë të barnave, kur kanë gjetë donacione dhe ju kanë shpërnda familjeve në nevojë dhe pleqve të barnave e tjerë, ose në pjesën e pas luftës, për shembull kur Dajs Recep është angazhu vullnetarisht, edhe ka ardhur në Prishtinë dhe ka mbledh të gjitha letrat e të burgosurve që kanë qenë në Serbi, të burgosurit e komunës Suarekës që ishin në Serbi, i dërgonin letrat, ne i merrnim me një organizatë jo qeveritare, ato letrat me postë që vinin, edhe Dajs Recep vinte i merrte te na dhe i shpërndante mandej në komunën Suarekës, e i njofte njerëzit në përfshatra dhe ja u shpërndante letrat e tyre. Krijimi i Hendikosit edhe lidhja e Dajs Recep me ta është vetjeta e tij. Realisht ai ka qenë idealist, person i cili ka pas ideale të qarta, edhe e ka dashur atë punë. Ai nuk ka pas pushim, ai nuk ka shku në pushim, edhe nëse i ke thonë me shku në pushim, ka thonë jo se s'muj me lënë Hendikosin vetëm. Ai edhe të djelave ka shku, ka ujit bari, ka kosit, e tjerë, sepse ka pas si shtëpi të dytë. Kur shkojnë Hendikos, edhe pse është shemb objekti vjetër dhe fatmirësisht kemi një donacion që është kriju një objekt i ri jashtëzakonshëm, faleminderit donacionit të kompanisë Euroing, normalisht është pjesë e pandashme e emocioneve. Ti sheh aty fotografinë e tij, sheh pllakën e tij, sheh medaljet, sheh kupat, sheh krejt ato që ka arritë dhe çka ka ndërtu, edhe sot janë shtretrit, karrocat e pjesë që ai ka mri me i kriju donacion për gjithë personat në nevojë në komunë Suarekës. Por fatmirësisht Hendikosi si institucion vazhdon me bo një punë të mirë. Jam shumë e lumtur që zonja Zana Gashi vazhdon detyrën e tij, e bën me shumë përgjegjësi edhe e përmendin, e nderojnë vazhdimisht figurën e Dajs Recep për punën që ai ka bërë. Kategoria që është normalisht marrin shërbime në Hendikos janë një kategori shumë e ndihshme dhe vërtet marrin shërbime të mira aty. Personalisht do të angazhohem në të gjitha mundësitë që do të kem për t'ju ndihmu kësaj kategorie, sepse vërtet janë kategori në nevojë. Jo veç pse është një institucion që ka kriju Dajs Recep, por pse është një institucion që edhe një kategori e njerëzve që vërtet ka nevojë. E bëra këtë pyetje sepse pikërisht deri më tash spaku, në opinionin kosovar, gjithë kosovar, kudo që shkon përmendet funksionaliteti perfekt i kësaj qendre, por normalisht kjo nuk mund të mbijetoj për pa pas një përkushtim edhe të institucioneve. Prandaj e bëra këtë pyetje për këtë qëllim. Zonja nënkryetare, ka fundi emisionit, e kemi zakonisht në këtë emisionin tonë Fjala dhe Faktet, dhe pikërisht emri tregon. E bëjmë edhe një pyetje që është, do ta quaja përsëri pak ma limonat, ngrasim me pyetje tjera. Keni ju ndonjë hobit juaj kështu të veçantë me të cilin merreni? Më pëlqen leximi edhe gatimi. Gatimin përveç që e kemi si detyrë, si grua në shtëpi, unë e shoh gatimin si art. E dua, më pëlqen, është një ndër fushat në të cilën gjej qetësi. Nëse jam nervoz, mund të me gatu kështu në diçka të jashtëzakonshme, sepse ajo më jep qetësi, më krijon qetësi. Ndërkohë që leximi është një pjesë që më ka përcjell vazhdimisht, faza lexon më shumë, nga njerë më pak kur ke më mungesë kohe normalisht, por duke lexu kategori të ndryshme të librave, kështu që leximin edhe gatimin i kam dy hobi kështu të veçanta që i bëj me kënaqësi të dyja. Po sporti? Nuk merrem me sport, eci,
më duhet me ecë edhe për çështje të shëndetit, por a e ndjek? Po e ndjek, detyrimisht, përderisa ki familje, ki fëmijë, patjetër jam në rrjedha të sportit, e ndjek në televizion, e ndjek edhe në palestra, stadione kur ka mundësi. Kështu që po, jam në rrjedha të saj, po nuk merrem aktivisht me të. Ju jeni nën kryetare e komunës së Suarekës dhe Suareka po vlerësohet vendi kampionëve. Prandaj e bëra pyetjen për sportin. Cili është mendimi juaj për dy ekipet tona? Kemi më shumë ekipe, por për këto që janë më aktuale tash, ekipi Ballkanit futboll dhe Ylli. Do jemi kampion në njërin prej tyre? Cili është opinioni yt? Duke qenë qytet i vogël, Suareka ka tregu vërtet talente edhe në kulturë edhe në sport. Është e jashtëzakonshme me u bo një qytet i vogël si Suareka, me u bo Ballkani për 3 vite radhazi kampion, është vërtet krenari. Kjo ka ngrit jo vetëm Ballkanin në pozicionet më të larta të ligës, po ka ngrit edhe këtë Kosovën, se në kuadër të kësaj me pjesëmarrjen e tyre në gara evropiane, ka ngrit edhe nivelin e futbollit të Kosovës në tërësi. Unë uroj me gjithë zemër që Ballkani të bëhet kampion. Uroj gjithashtu për Yllin. Ylli ka meritu këtë vit në 50 vjetorin për të qenë kampion. Përveç këtyre kemi edhe klubin e volejbollit, cilët normalisht janë në Super League dhe janë shpall kampion. Kjo vjen fal angazhimit edhe investimeve, donacioneve që kompanitë e Suarekës bojnë për këto sporte. Se normalisht kjo nuk bëhet pa para. Kështu që faleminderit atyre që investojnë, kjo na bën krenar të gjithëve. Zonja kryetare, kaq kishim për këtë emision tonin. Ju faleminderit edhe një herë për zemërsisht që keni gjetur kohë për të qenë pjesë e emisionit tonë. Faleminderit shumë edhe juve, ishte kënaqësi në një bisedë të qetë, të lirshme dhe këtë spontane. Si zakonisht në Hisari Online kështu janë bisedat pa tensione, të qeta, por të faktume. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishim me nënkryetaren e komunës së Suarekës, zonjën Arta Gashi. Ju faleminderit për vëmendjet që patët.